Pjesit me Ilirida Ismaili, mirë mëngjes, mirë se erdhe. Mirë mëngjes, mirë se ju gjeta, mirë mëngjes Kosovë, mirë mëngjes Shqipëri e të gjitha të rojeve shqiptare, ku ka shqiptar. Kemi dhe Arta Beqiri, mirë mëngjes, mirë se erdhe dhe njerë Arta. Mirë mëngjes prap, mirë se gjetëm. Dhe Agon Regjepi, mirë mëngjes Agon. Mirë mëngjes. E di që fillimisht keni kërkuar të drejtoni opinionit me disa fjali. Me 2-3 fjali, kështu, Shkodrës, përshëndetje, Davut Oglut selam, po i bëj, që po do me nasil kulturën turke në Kosovë, në pëtërojet shqiptare, kishte deklaruar publikisht që në Shqipëri, Kosovë dhe Macedoni do të mundohemi të sjellim kulturën turke. Na turqit i dojmë, i respektojmë si popull, mirë po kulturën, na e kemi kulturën tonë, traditën tonë, edhe kombin tonë, ndër shekuj e mia vjeqarë. Dhe me thonë që na nuk i pranojmë kulturat e huja, për pos që e kemi tonën autoktone. Dhe, opinionit po i them kështu, flasin për lëvizjen e Deçanit, që është duke u paguar nga Serbia. Na nuk paguemi nga Serbia, por lëvizja e Deçanit është lëvizje kombëtare që varos njëherë edhe përgjithmonë plan programin Çubriloviçian, Qosiçian, edhe të gjithë ata që ju shkojnë prapa këtyre mbetorinave. Kjo është ajo. Mirë pa dashur të ndalim e të diskutojmë këtë temë që sigurisht ju e thani për shkak të paraqitjeve publike dhe pastaj reagimit që kanë bërë publiku, por të flasim, ndoshta tematika mund të jetë pak a shumë e ngjashme, do të na tregojnë kolegët Agoni së bashku me Artën se kush është Mejremja në mënyrë që të marrim më shumë informacion rreth saj dhe tani më Maria, sepse ajo ka ndryshuar dhe emrin Agon. Dhe më shumë gjasë është konvertuar në katolike. Mejreme Lume, ose Maria Lume, si që mund të njohim sot, ajo është një teologe me profesion, e cila ka filluar me kriju një platformë këgja të madhe mediale në rrjetet sociale, kryesisht në YouTube dhe në rrjetet e tjera sociale, ku ka prediku për fenë dhe ka ndarë mendimet e saj, edhe ka shqiptyve që mira e qindra mira në fakt për sjellësit e saj kanë adresu. Ajo ka shku qaq virali, sa që populariteti saj ka mbri edhe në gojen dhe në veshët e disa temi prezve të tjerë fetarë, që ka njerëz e shumë ndikim në Shqipëri dhe ku do që flitë shqip, si për shembull Ahmet Kalaja, i cilë në mënyrë indirekte, po që shumë letë ishte më supëzu për kam për flet, a i drejtohet me fjallë goxha të vrajshme Mejremës, dhe konsiderojmë që aty ka qenë një farë lëkundje e saj, edhe mas kri kësaj vëmendje që ajo vetë se ka pas, për një kohë të gjatë është duk për rrjeteve sociale, të mos lënë gjurmë, të mos lënë deklarata, të qenë kritësisht anonime në gjithë shka që ka bo, rikthehet mas një vite si Maria Lume, pa mbulesë, edhe do të thonë me prapë me shumë rezerva. Ende nuk ka diçka zyrtare. Pra jo veç kemi pas që ka hap një Instagram të thotë që jam të jetu jetën më e vërtetë se sa që kam qenë, edhe është pra ka hequr nga mbulesa islame. A ka shumë që kjo është një kështu një përshkrim general rreth saj? Në fakt, po Maria ka thënë që ajo ka kaluar një krizë identiteti prej momentit që ka pasur ato keqkuptimet, ato komentet prej të tjerëve dhe është gjykuar për mënyrën si ajo don të paraqitet në publik. Ndonë se kjo gjithë situatë ka sjellë shumë pikpyetje se për çfarë po vendoset mbulesa dhe se si po shfrytëzohet një gjë e tillë, duke vënë në pikpyetje që mos ndoshta po vije puna deri te shumë njerëz ku edhe kjo është gjykuar në radhë të parë që po e përdor për qëllime të tjera në këtë rast. Mund të përdoret mbulesa, apo mund të largohet mbulesa, mendoni që ka qëllime mbrapa këtyre? Ndëgjoj, ka indikacione të ndryshme, une si rastin e kësë zonjës apo zonjushës, kam pas një rast në Prishtinë, jo një raste, ka disa raste pas luftës që ka ndodhur njëjtë gjëra, e njofi vajzën ose zonjën e cila është mbulu, domethënë ka indikacione dhe pagesa që po bëhen, mirë po kur e ka kuptuar të vërtetën, edhe automatikisht pas një viti, 2 vite edhe ka hjek mbulesën. A je pro apo kundër këtyre grave që të njerë vendosin mbulesën? Jam kundër grave, une kur të vendosi një rrugë, mundë me shku drejt vdekjes. Pra, mendoni që Mejremja nuk ka bërë mirë që ka hequr Shamin?
e ka ndruar emrin nga Meremi? Jo, Meremja ka bo jashtëzakonisht mirë, që e ka hek Shamin, më në fund e ka kuptu se jetën e terit edhe dritës. Dhe më thonë, Meremja është largu prej terit, ju ka drejtu dritës. Dritës, duke qenë se është teologe, apo jo, me profesion që pak është edhe ma e mirë. Do me thonë, edhe një plus ma shumë, pasi është edhe teologe, do me thonë që e ka kuptu drejt, sepse Zoti na ka falë kur lindim, kur lind shpirti, gjdo shpirt, kur lind bi këtë tokë, lind si e ka falë, do me thonë, lind pa mbulesa, pa roba. Pa aksesor. Po, pastër. E tani, gjatë kohës, lëllë mentaliteti, do me thonë, duke i shfrytzuar populatën, naive, të mbrapa mbetur, vishe këtë, hishe këtë, bëne këtë, do me thonë, si që i ka konvenuar ati rrevi. Që vena konvenon, sepse dhe juve sigurisht i konvenon të vishë një zetë, normal, sepse vendosni dorzat, aksesorët, kapelën e emision. Ka të shumë mbulesa, qka është halë jëtë i vërtet me mbulesa? Nuk duket mjaftu shumë shqiptare, dikush, apo qka është? Ndëgjo, sepse feja muslimane, nuk jam kundër asaj, do me thonë si cili e ka të drejtën e vetë, me përdor fen, mirë po feja muslimane është e ardhur, do më thonë nuk është e leme, po është e bleme, do më thonë nga okupatorët. A ka fe të leme në Kosovë? Po, do më thonë që fe në Kosovë ka fe të leme, feja e krishterë, do më thonë para 2000 vjetë që ka lindë, do me thonë, na e kemi fenë tonë, kurse feja muslimane është e bleme, do me thonë, ka ardhë. Po, si që bëjmë që dikur s'ka pas fare fe dhe kemi qenë paganë? Po, pagani. Ajo ka qenë një periudhë dhe shkurt, kur paganët kanë besu në gjanat bukra, dil dhe e hanë e dil. Apo kuptan edhe ato kanë qenë disa fise të vogla të cilët kanë besuar në ato gjëra, po edhe shumë normale pse kanë besu, sepse është shumë diçka e bukur që ata i kanë besu dillit edhe hanës, edhe qilit. Edhe shumë normale, dhe më thonë, koha, periudat të ndryshme, njerëzit ndryshojnë, tash më ju e shifni edhe vetë me qka është duke disponuar bota me inteligencën artificiale. Mo nuk është duke mbetur... Si feja nuk është që e pengon tecurit drejt Evropës ose tecurit drejt inteligencës artificiale, për kundra se vetëm diçka. Feja, vesh një moment, feja e pengon, feja politike. Na jemi duke luftuar, vesh një moment, mësë më ndërpre, feja politike, radikale, e cila është duke u përdorë në Kosovë pas luftës, sidomos me paraqitjen e këtyre grupeve radikale në përgjamia, do me thonë e kanë damtuar rand edhe atë tradicionale, në fejën tradicionale e cila vërtet ka qenë fe e paqës, fe e urtë, fe... Në fakt, statistikisht, ekstremizmi fetar në Kosovë është në rënje dhe ekstremizmi etnik është në rritje. Po qka do me qatë sa kom informata, ju keni qenë besimit islam. Që ka ndodhë, ku ka qenë e moment që e ke kuptu që islami nuk është rruga jote dhe ki dash me konvertu në katolikë? Vetëm diçka për ju them, unë sinqerisht për ju them se ka shpirta që botën, se kretë njerëzit nuk janë njëjta, dikush e ka inteligencën e sofistikuar, dikush nuk ka inteligencë, dikush e ka të mesmen. Inteligenca ime ka qenë prej gjeneratës time, ka qenë më ndryshe, unë e kom pa botën edhe civilizimin, e kom pa kretë në ndryshe. Do më thonë, gjenerata ime, vetë pamja ime, të regonë që unë jam ma unikate,
se shumë... Andaj nuk besoj që duhet të gjykohej pamja juaj që është moni Absolut, se unë paraqes ta mend tokën e cila është edhe pjesë e Evropës. Nëse prezantojmë tokën dalim të zhveshur gjithsej, sepse prej tokës na jemi si shazet e tjera, pra nuk vishën. Nëse flasim me idenë që kemi lind të zhveshur dhe duhet me qenë të natyrës, kjo nuk kupton që nuk vishëm hiç. Prova që ai veshën nuk tregojnë autokton shqiptarë, sepse nëse kishim me qenë, po them nëse prezanton atë shumë identitetin shqiptar, kishte me veshje kombëtare këto. Vesh një sen po ta them. Futu në rrjetin social, në Facebookun tim, edhe do të më shofish edhe me veshje kombëtare. Po pse s'u keni veshje? Se kjo është veshje kryesisht amerikane se franceze. Kjo është veshje e artit tim. Domethënë unë jam edhe artist e popullit edhe kjo është veshje e artit. Domethënë simbolizon veprimtarinë time artistike. Nëse juve ju lejohet që ta shprehni artin e juaj, çdo grua me mbulesë lejohet që ta shprehë besimin e saj. Por nuk ka për këto. Ndërkohë, kur ju lejohet edhe murgesha ose kreligëve të tjerë se si të vishën. Çfarë mendoni edhe për murgesha do doja dija? Mund ta shpreh. Nuk jam kundër kësaj. E ku është halli, se s'po kuptoj ku është halli me mbulesën. Me mbulesën Desha di shumë interesant. Është për ta zbërthyer, duhet mu fut në koka edhe të mentalitetit. Njeriu si lind, rritet, zhvillohet, edhe krijon mentalitetin rrethi. Rrethi jashtëzakonisht ndikon shumë në orientimin e çdo personaliteti. Qartë. A është ashtu? E qartë, po ku është halli me mbulesën? Unë mendoj që se njeriu duhet me zgjedhë për veten. Unë mendoj që kështu, çdo kulturë që është ebleme, nuk është eleme, është problematike për identitetin e kombit shqiptar, për trojë shqiptare edhe jashtë. Do me thonë, edhe diçka shumë interesant do të tregoj. Para lufte, Serbia është mundu me çdo kusht ta terrorizon Kosovën si muslimane radikale terroriste, duke paraqit Kosovën, popullatën e Kosovës si radikale terroriste muslimane. Vesh një moment, por forcat demokratike të Kosovës në krye me Ibrahim Rugovën e lobin shqiptar, amerikan, edhe në tërë botën që ka qenë, ata i kanë tregu botës që na nuk jemi ata, që e thotë Serbia, po na jemi shqiptar, autokton, me kultur e civilizim evropian. Dhe feja nasë si nuk ndikon këtu, sepse ne jemi shtet laik, po me shumicë muslimane. Jo, nuk është e vërtet. Feja është ndarë nga shteti. Deklarativisht nuk është e vërtet. Vesh një sen. Apo shë që nuk po i din senet mirë. Apo shë që nuk... Apo shë, jo vesh të tregoj. Vesh të tregoj. Do të tregoj kështu me dokumentacion, se jo vesh me thonë, jemi. Statistikat e fundit në Kosovë. Jo, vesh një moment. Që bunë për matin e popullsisë, të fundit të kryer në Kosovë. Në kushtetutën e Kosovës. Kushtetuta e Kosovës decidivisht shkruan kështu thotë. Që jemi shtet laik. Jo. Mos i daj për gjys. Urna. Do të komplet me thurr. Urna. Mos po mlan. Në Kushtetutën e Kosovës thuhet kështu decidivisht. Kosova është e përbërë prej 94% shqiptarëve. Jo muslimon, nuk përmend asnjë fe të shqiptarëve. E tash, pas lufte, forcat radikale ekstremiste e sollën parullën që Kushtetuta është bërë në vitin 2008. Jo, absolut. Kushtetuta është themelu në vitin 2008. Ku tregon që nuk ka një fe zyrtare në Kosovë. Feja është ndarë nga shteti, por nuk është që pengon. Gjithsesi njerëzit janë musliman deklarativisht. Dinti që në kushtetutë Kosovës feja është e ndarë nga shteti. Po që të pëthë me do, vesë më dëgja, ne jemi shtet laje, kur vjen punat e vendimore, nuk bazohemi në fej, as në fej në krishtera, as në ato islame. Gjithsesi, kjo nuk e ndryshon faktin që në Kosovë, deklarativisht, jemi 96% musliman, dhe ndështë të tira... Nuk është e vërtet. Këto e në statistikat të agjensit statistikave të Kosovës. Nuk është e vërtet. A ke bo një matje me cilë bazu, me qka bazosh? Me shoshnin rejtën tonë? E këmë bo matjen. Edhe po ta vërtetoj me një, po ta dokumentoj. Më thuj. Eman Ramoni
i lëvizjes vetë vendosje kur nda e formoj partinë e vetë. Partinë... Lista për familje. Nuk është mati Vesh një moment. Mundë me thonë që se kam votu njerës ato dhe tash kemi musliman. është matje. Absolutisht që jo. E formoj partinë muslimane. Islame. Lista për familje. Ka pas edhe partitë të tjera fetare, nuk është Eman Rahmani që edhe tash e kum përcjell me vëmendje të veçantë. I shkun prapa vetëm 1.5%. Po kjo nuk të regon asë i gjo. Kjo nuk të regon asë i gjo. Kjo është matë të thishë Ferita Agoni e formoj partinë e drejtësisë. Me që jemi të përqindja. E tëra është propagandë kundër kombit shqiptarë. Televizat e dëqoni më të regoj sa shqiptarë janë konvertu nga musliman në katolik. Se më flasë për ma pak se 1%. Kështu që nëse mati me ashtu të regon që shumë pak njerëz janë të konvertu në katolik. Apo jo? Lëvizja e Deçanit është lëvizje pra vesh logjika. Po jam shumë mirë informuar se çka është. Po vetëm tregojnë sa përqind e njerëz janë konvertuar në bazë lëvizjes Deçanit. Sa njerëz janë të regjistruar aty? A mund me tregu cifrën? Po më intereson shifrë, saktësisht. Sa përqind? Vetëm televizja e Deçanit i ki 200.000 për 2 vjet. Kur u bën ata 200.000 si ka banu ke Prishtina, kur u bën 200 njerëz. Unë po të them në Glob, po flas Glob, jo në Prishtinë, po në Kosovë, në të vogël lëvizjen e Deçanit. Antar. 200.000 antar lëvizja e Deçanit. 200.000 antar vetëm lëvizja. 200.000 antar lëvizja e Deçanit. Vetëm lëvizja e Deçanit i ka se shqiptarë nuk janë. Vesh 2 milion, si në Kosovë 1.800.000. Unë jam shumë kurioz me pa regjistër. Shqiptarë ka në për 22 milion. 20 milion flitet që janë vetëm në Turqi. Në Turqi shqiptarë. Vetëm a keni gramë mbulesë familjen tuaj? Shqiptar pastër. Unë e di që janë që mu kanë lajmëru për Turqisë edhe që kanë përshëndet punën tim edhe më shumë ti shqiptarët nga Turqia po më lajmërohen edhe me lëtë në sy po më tregojnë. Jemi në përkrahje tonë dhe shqiptarët nga Turqia, po më përkrahje edhe po 6 milion me kanë tregu cifrën patriotët, adhetarët që nuk e kanë ndëru gjuhën edhe thëtë du me vdek në Kosovë. 6 milion të statistika që shteti situatë si ka bu, për shumë milion që pas realizuar. A ju kanë shkruajtur juve si artiste e popullit që jeni, apo si antare lëvizjes Deçanit? 200 njerëz lëvizja Deçanit nuk ka shansa me pas, në asnjë mënyrë. E kanë hupi identitetin. Domethënë të tjerët e kanë hupi identitetin. E di asimilimin shqiptar në Turqi, jam shumë informuar. Po të pyeta më herë, lutem, a keni gra me mbulesë familjen tuaj dhe çu kishin reaguar nëse vajza juaj ose reja juaj kishte qenë me mbulesë? Unë kam në familje të ngushtë, jo, absolut, nuk ekzistojnë ato gjëra. Familja Gjon ka, por si keni raportet me to? Jashtëzakonisht mira. Absolut, sepse ata janë shumë gra demokrate, nuk janë të pasivilizume, janë shumë demokrate, dhe më thonë ajo e mban vetëm si kur e ki bërgj, thot e kam bërgj me hongër, duhet me hongër shujtën e drekës. Apo shujtën e darkës. Çka nëse vajza juaj mbulot? Fejat e ata persona që unë i njof që i kom në rrethin e gjanë familje. E çka nëse vajza ju i mbulot? Qysh kishit më reagu? Vajza ime s'pari ka përshëndet po veprimtarin time, se vajza ime është profesor universitar në Amerikë, jeton një familje jashtëzakonisht të lumtur, të mirë, me një po mbesa, dhe më thonë në shkollat amerikane më të mira. E qka nëse një ditë vendos në konvertu në islam edhe me mbulu? Princetonin, dhe më thonë, si genial. I lunë për arritit saj akademike. Qka nëse një ditë ajo të vendos? Këtë ndodhë ditë qka nëse vendos në mbulu? Pse unë e kom kriju, ajo është gjaku im. Ajo gjaku im. A jeni ju gjaku i prindve tua, ka qenë prindve tu musliman? A jeti gjaku i tyne, a jeti vazhdu njëtë një? Prindet e mi e kanë prej ardhin prej arbënorve, prindet e mi janë arbënorve. A kanë qenë prindre tu musliman? Prindet e mi kur nuk janë falë. A kanë qenë musliman në shpita ime? Jo a kanë praktiku fejnë, po bësë a kanë qenë musliman? Vetëm i kanë festu festat e krishtjera. Dhe më thonë, Shën Gjergjin, Shën Mitrin, e tjera. A kanë qenë katolik? Vetëm diçka, nona ime më ka marrë për dore, edhe më ka që në kopshtin e dajve, ku janë rrit edhe janë bo vojsat. Edhe më kanë spjegu pastaj mësimdhënësit e mi që nona e Gjergjit, nona e Skënderbeut e ka marrë emrin për shumë shqiptarë që nuk e din, e ka marrë emrin Vojsav prej pemëve të cilët janë rritë në Pollog, se ata e kanë preardhjen prej Pollogut. Edhe kjo është, do me thonë që është gjënë e gjatë me... Ama pëse shë islamin si kundër shqiptarëve? Pëse shë si dy gjëra që s'bashkëtojnë?
Islamin tradicional nuk e shofi, islamin radikal, vehabin, salafizmin, janë përqindje shumë e vogël ekstremizmit. Edhe muslimanizmi tradicional numri i tyre llogaritet deri te 100.000. Jetoni në Kosovë, dini numrin e banorëve në Kosovë, se nëse 100.000 janë vehabes, 200.000 lëvizja dëçanit, 1 milion jemi krejt, 1 milion e pak jemi krejt, statistikisht nuk po lidhet logjika. Këto gjëra janë treguar në media, unë i kam dëgjuar nga media, unë nuk i kam shpjegë vetë. Dhe më thënë, po si jo, se unë jem rrit në Kosovë. Po, e kam një pyetje për juve, zonja Elita. Nuk më intereson hala me vajzën, se prapë nuk e mora një përgjigje, më falë, po prapë nuk e mora, çka nëse vajza ju të thirë sot në telefon, thot, kom vendos me u konvertu në islam, po du me mbulu. Gjaku im, arbënor, asë njëherë nuk e bën atë. A e kishe pranu vajzën në mbules? Jo, absolut nuk e kisha pranu, sepse ma dëmton kombin tim, ma dëmton kulturën e kombit tim. Pra mundesh me heqë dorë nga vajza jote. Nëse do doni që të kontribuani për kombin, ndoshta vajza do të ishte në Kosovë, jo në Amerikë? Veç diçka, jo, absolut, ndoshta ndonjë ditë do të kthehet me një pozicion jashtëzakonisht të lartë. Shpresojmë dhe do të ishte edhe ka qenë, do me thonë 2-3 herë ka qenë mision. Ama veç mu nuk pëmbën sens, me gjithë respektin, se qysh mu është me heqë dorë prej vajzës tënde, që e ki lindë, e ki rriti, ke këdhon qatë shumë sakrifica për shkak të mbulesës që e vendosë. Kombi është mbi të gjitha. Kombi është mbi fëmijën tëndë? Kombi është mbi të gjitha. Kombi është më i rëndësishëm se familja jote? Kombi është më i rëndësishëm se një individ. Pa marrë parasysh a e ke gjakut tënd, a e ke fëmijë tëndin, a e ke për komb, është derë gjaku në Kosovë, për kombe, për atë për lirin. Dhe kretë derë dhe prapë nëse vjen puna deri të lufta, edhe muslimanët, edhe gradë me mbulesë kanë me dalë me luftu që se vjen puna deri që ato. Ju thash, tek unë, kombi mbi të gjitha. Kuptoj. Jo, në respektojmë, unë nuk pajtora mendimin tanë, po absolutisht e respektojmë. Jemi të lirë, që kjo është demokracia, dikush mbulohet, dikush si mbulohet. Për të mos ta devijuar shumë temën dhe të rrim pse mbulesa po keq përdoret ose pse po përdoret për qëllimet e tjera, do doja di nëse kam kuptuar mirë atë çfarë ke thënë. Ju thatë, të afërt e mi dhe rrethi im janë me mbulesë, por kanë një intelekt të lartë. Janë me mbulesë, të thash. Ka disa. Rrethi gjon. Okej, ai rreti gjon. Në farefis kje, për shembull, qikën e migjës, e otagjës, e ku ta di unë të qërë brez pas brezi. Ai paragjykon edhe ato njëjtë sukur edhe nëse ato kanë një intelekt si shtuati? Po, i paragjykoj normal, edhe absolut... Po ato aju paragjykojnë juve? Vetëm diçka po ju thëmë. Ka qenë shumë interesant, kanë qenë në qendër të Tovës para një 3-4 vitesh. Edhe që më ka shti me u gërdit, me u iritue, sepse feja muslimane dhe shamijat, edhe nëna, edhe gratë të cilat të mbulojnë, po e keq përdorin. Edhe fejnë si fej, po e keq përdorin. Po ato mund të jenë një numër i vogël që nuk mund t'ja atribuosh të shpërdojime se se zgrua tjetër të ndërshme. Po të tregoj. Nënat tona, gjyshet tona, të cilat unë i mbaj mend, e kanë bajt një shami të bardhë. Kanë qenë nënat ma fisnike që i një kombi atë dheu edhe historia. E gratë me mbulesa asë mund me qenë po ashtë fisnike? Mund tjetë e bardhë dhe mbulesa? Gratë që sot në gjesin mbulesë jënë të kundërta me nënat tona. Pse? I fërin bust, a ju në të vogëra specifike zonë? I në gjesin vetullat, i në gjesin 2.000, nënat tona kanë gjithë vetëm ka një shamë. Nuk bulohen për më dokë si nënat dhe gjyshet tona. Shka nëse nalët dikush në rrugë, edhe përqesh njërës të qysh jeni vesh, jo sot. Shka nëse? Po që se ti je drejtu, sinqerisht, ti këfeja muslimane, e pastër, po ke dëshirë, ta predikojsh atë fe. Nuk ka nevoj me u reklamu në atë... Mendoj që në raportin e fes, ose mënyrës se qysh dikush e shes zotin edhe tyne është veç e tyne, pra në rast që ku dhe një gru ose një burë dhe në manifestu fejnë e vetë, në njësë që besojnë në zëtë është përgjësi vetëm e tyne, jo jona, e mune me pasni me nem, pës mune me kërkuna me janë dalë. Ja, ta është po të ndaj me njëre. Thuj. Jemi krejnë fond sa për informacion. Unë gjikoj radikalizmin, fejnë politike radikale të silë në Kosovë. Jo fejnë e cila është tradicionale tek kombi shqiptar. A reagoni kështu dhe ndaj feve të tjera, apo vetëm ndaj fejës islame? Dy feve, po,
Po, kam reagu. Mendoni që ka nuancat të tilla lëvizja e Dëgjani sepse shpesh po gjykohet si e tillë? Kam reaguar me të parën, kam reaguar edhe intervistat e para që i kam dhënë, kam reaguar kështu në dy fetë. Fen ortodokse slave, e cila ka pregatit në për kishat e tyre, që ka pregatit luftën, do më thonë, luftën për Kosovë. Po nuk mund të krahasosh ortodoksë me muslimanët? është nisë me bekimin e popave të slavë, kurse feja muslimane e sjell pas lufte, do më thonë, fe politike, radikale, e cila diskriminon edhe më e rënda që më ka qenë mu, kur është kombi shqiptar, do më thonë, është mohu kombi, do më thonë, në vend të kombi shqiptar, me thonë, jemi kombi shqiptar, kanë thonë, kanë reklamu, jemi musliman. Do më thonë, 94% jemi musliman. Kjo është pastaj ka të bëj me pavedi, 94% jemi shqiptar. Fenë bëj si të dush. Feja është fe, është private. Kombi është mbi të gjitha. Jemi krejnë në fund... Vesh më në fund, vesh po më ne dasha dhe prasin e Marias me përmend, unë mendoj... 40 minuta. Jo, vesh po ne si mesazh në fund, që më çfarë do me përmbyll, që është rëndësishme njerëzit me pas lirinë, mi thonë gjana që do të mendojnë, në rast që dikush është arsyeshme mbulesën, duhet me qenë krejtësisht normal, në rast që dikush është jo normale për më mbulesën ose don mas një kohë ku diun ka qenë pishman, ajo shoqi i cili na mund me pas mendim pas unë me xhiku askënd. Kështu që pra njerëzit të manifestojnë veten e vet në mënyrën se çish duan, mënyrën se shoqojnë të udhës. Është normale që njerëzit të mbulojnë pastaj pas një kohe dhe ta largojnë. Varet në çfarë vlera pyet. Në fakt ajo ka krijuar një identitet të saj, për çka ajo përfaqëson diçka personale. Në këtë rast gjithsesi liria e tjetrit nëse cënon popullatën dhe qytetarët e tjerë kuptohet që jo është diçka jo e duhur. Gjithsesi në këtë rast mbulesa në Kosovë nuk duhet shihet diçka që të përzihet me institucione shtetërore ose çfarë do të qoftë. Ne e dimë që nuk jemi një shtet që përfaqësojmë një fe të caktuar, andaj dhe rasti Marias ndoshta duhet mirët më shumë në personale se sa të përkufizohet si diçka për tërë popullin e Kosovës. Atyre që grave që ndoshta sepse ne kemi dëgjuar madje edhe publikisht që gratë e mbuluara kanë thënë që i kam ra pishman dhe po të isha më e lehtë kisha larguar. Unë e di shumë pak raste të tilla, por ndër të tjera vlen unë përmend që është rrugtimi tyne, sado që na mundën prapë me thonë që nuk është diçka e mirë, mendoj që mbulesa është diçka që është dedikim jot ndaj Zotit, duhet me qenë goxha e sigurt kur e bën, por na nuk kemi në trupin aty në grave, kështu që rrjedhimisht mundemi ma mirë se vet ato me e di. Në këtë rast gjithsesi pasi minutazha nuk po na lejon, unë jam që mbulesa të shfrytëzohet, të vendoset në vende jo në institucione shtetërore. Unë nuk pajtona, unë mendoj që kjo është diskriminim në bazë të për shkak se nëse secila fe fillon dhe të vesh çka përfaqëson do të ishte diçka për cilën çka nëse pengon se çka nëse Gonxha kish pas mbulesë, çka nëse Gonxha ka mbulesë po prezanton kush po vjen me prediku fe. Na vetëm që mos jetë në institucione. Kjo diskriminim, kjo bën ju jetoni po që po jetoni larg syve të mi, kjo është absolutisht islamofobi. Edhe unë jam plotësisht pajtohem me zënjushën apo zonjën, nuk e njohim më shumë, pajtohem që mbulesa mos të përdoret në për institucione shtetërore, shkollore, por të përdoret e diet ku e kanë, ato i kanë shkollat e veta, fetë e veta, xhamit, veç një moment. Edhe Evropa, A mundem edhe artistët me najt fakultet të arteve dhe jo me sin ton pra? A mundem me kërkuar në këto, veç po janë para hat me pas artistë afër meje. Ata janë pjesë të shoqënisë, nuk mundemi me diskriminu dikon se neve s'po na pëlqen. Nuk e kanë krot me mbulesë. E çka me ndajnë me shpijat veta? Na po dojmë me shku drejt Evropës, Evropa është në Evropë shkuna me demokraci dhe me tolerancë, në Evropë shkuna me individualitet që secili bën çka të doj. Gjermania vetëm është i dëbuar. Nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Po a vishë që lajmet që lexojmë mundën me qenë kulione të kampanjave të cilat. Mos harrojmë që kryetari i New Yorkut është një musliman, si ka marrë për kraje. Për çfarë tolerancë po flasim ku na pengon? Absolutisht distancohem nga kjo. Po kryetar të New York. Jo, dallimi duhet ta bëni ju sepse ngrit një dyshime sepse për mua është një kryetar. Kryetari i New Yorkut e kish gruan modele, jo të mbuluar, apo kupton edhe në mesin tonë ka muslimane moderne, modele. Paraqet një fe jashtëzakonisht. Po ja, pse kemi vënë në pranoj Islam, por nëse Islami përputhet me mënyrën se ç'është ndu me pa Islami, kjo është islamofobi në vetë, feja është e tillë. Gratë mbulesë jetojnë në Kosovë dhe duhen të integrohen si të gjitha gratë e tjera. Islami mesjetar edhe
i kohës së inteligjencës artificiale ka dallim. Edhe ai i takon... Nja që shka puna, që shka fja krishtere. Burgesha vazhdojnë të më smartohen sot. Artificiale nuk i takon islamit mesjetar. Këtu është dallimi, do me thonë që bota nuk i pranën mesjetën. Bota jote, se bota emi pranën gjithë njerëzit. Jo, bota ime nuk e pranon mesjetën ma. Ju lutëm. Zonjë, nëse ju kërkani që një grua me shami të mos futet në institucione, apo të mos moderoj një emision, apo të mos vi mësafire, po pse ju përdoni kryqin? Unë? Juve ju lejohet? Dhe graves ju lejohet me shami? Kjo është simbol i mja vjeqarit, preardhjes time i fes time. Shqiponja këtu po, Shqiponja këtu po. Në Shqiponin aty pajtojnë se të njën shqiptari, Kosovës. A me kryshin asë një simbol. Shqiponjen, veç disë, është shumë interesant. Gjarpëri edhe Shqiponja. Po bësh që ata përdo në Shqiponjen, po. Shqiponjen ma ka dhuru një ushtarak i lartë, kurse Gjarpëri, po që se... Gjisi Gjarpër pak. Gjarpëri simbolizon Dinakërin? No, po shetë që s'pëjdin sene. Jo, që ata po përës, ti artiste, unë jam. Ti artiste, unë nuk jam. Të i liret, të fiset tona i liret. Unë, su kur tash që për mbulesë, nuk do dëshëroja të shia në institucione shtetërore në përvende, njëjtë nuk do doja të shia edhe simbolit që ka zonja përbol. Ushtarakun e ishtë të më kësë e falenderoj për flamurin, është flamuri Gjergjit. Edhe ne të falenderojmë shumë, Igrita. Një fezojnë. E tha edhe arta që nuk është pro simboleve që përfaqësojnë fejtë ndryshme, jo vetëm shamia, por dhe këto... Kjo është aksesor, shamia është veshje, dalojnë. Si të që tjetë, unë po ju përshëndes dhe falimderi shumë zonja Igrita që gjithë së bashkëmëni. Arta, falimderi. Na nuk pajtohemi, po falimderi shumë për sinceritetin. Mësë pajtonit, vazhdoni, jashtë studios mësë mu pajtu se s'kemi ko. Unë kam fatin më të madhë si nënë shqiptare që me rinin po komunikoj, aqë ambëll edhe aqë mirë, edhe më në fund po pajtojnë me të gjitha. Jo me të gjitha, edhe jo me të gjitha. Jo Kosovë që të lërën gratë me mbëdese, gratë ateiste. Ju duhet me qenë shumë krenar me një nanë shqiptare, si që është Ilirida. Falimderit shumë, Ilirida. Vizdoashur kemi marketing në vazhdim. Me qarus vetën me një tretman, ose me i dhon jetë ambientit me detaje si këto. E ki Star Card, për zëblirin në nëntur me Star Card, me këste në vlerën 50